ambicie me qenë pjesë e qeverisë bashkë me Albin Kurtin. Kohëve të fundit u marrë me simpoziume dhe me vizita në Greqi. Është rreziku që të përsëriten skenaret e herave të kaluara. Mirë që u certifikuan, u shqyrtuan të gjitha ankesat të cilat kanë pasur individet të caktuar për procesin zgjedhor. Tash sa mbet hapësirë tjetër, më thonë duhet thirret seanca konstituimit të kuvendit, edhe duhet vazhdojmë me konstituimin e kuvendit. Mirë po ne nuk kemi pa në një lëvizje që është bërë nga lëvizja vetëvendosja edhe nga Albin Kurti, kemi pa që kohëve të fundit u marrë me simpoziume dhe me vizita në Greqi, që nuk janë të rralla këto vizita. Nuk e kemi pa në një angazhim së paku deri tash që ka vullnet për krijimin e qeverisë, po ju e dini që problematika është edhe zgjedhja e presidentit në të cilën nevojitet të ketë edhe deputet në soll. Kjo ja ka dhënë qëndrimet e veta, ne nuk do të jemi pjesë, s'kemi ambicie me qenë pjesë e qeverisë bashkë me Albin Kurtin. Mirë po për hir të zgjedhjes së situatës politike, gërqet politik, shkujes në zgjedhje të një pasnjëshme, domethënë për një vjet e gjysmë kemi pas 3 parë zgjedhje, atëherë duhet zoti Kurti gjej një konsensus, ndonjëherë konsensual, ose ta ketë ndonjë marrëveshje politike me partitë me të cilat mundet me siguru që të ketë 80 vota në soll. Aleanca ka treguar qëndrimin e saj, qëndrimi i aleancës është i saktë, i kemi dhënë 6 pika në të cilat ne ndoshta do të qëndrojmë sot, që janë pika dominante dhe që janë pika në interes të Kosovës. Nëse i plotësoni do të qëndrojmë sot, pa kërkuar asgjë në kempim. Së pari duhet ta presim certifikimin e rezultateve. Certifikimi i rezultateve duhet ta pres për trajtimin e ankesave dhe më pastaj do të kemi komunikimin. Do të shohim këto ditë në vazhdim, veç duhet të ketë lëvizje intenzive nga Albin Kurti. Deri tash ka mund me pas lëvizje dhe para certifikimit zgjedhjes, ka qenë nevoja që të pritet sepse rezultatet në fundit janë ditë. Ulset për parti politike janë ditë, dhe s'ka pas nevojë që zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendose me prit pas certifikimit të zgjedhjeve, sepse në fakt certifikimi i zgjedhjeve nuk ka sjell, ose këto ankesat nuk kanë sjell ndonjë ndryshim në ulse për partitë politike. E thash edhe këto, me qenë se nuk kemi pas entuziazëm ose s'kemi pas ndonjë angazhim, është rreziku që të përsëriten skenaret e herave të kaluara. Sepse ndoshta zoti Kurti do i sigurojë 61 votë për qeveri, po si ka 80 vota për fillimin dhe procesin e zgjedhjes presidentit. Tash këto, o duhet ta ketë ndonjë marrëveshje politike, qoftë me LDK-n, qoftë me PDK-n, apo do të ketë marrëveshje për një kandidat konsensual. Ne kemi qitë kushtet tona, në të cilët do të qëndrojmë soll, nëse garantojnë lëvizja vetëvendosje që plotësohen gjatë 6 kushte që i ka vendosur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ne sigurisht që me qenë se zoti Gjini i ka prezantuar, do të qëndrojmë në soll. Në të kundërtën, nëse s'plotësohen kushtet, s'kemi arsye të qëndrojmë soll.